të kompetencave të cilat i ka. Sepse dorën zamër ne nuk kemi pas president kushtetues me një përjashtim. Atë vetë Jaga ka qenë presidente kushtetuese, e cila ju ka përmbajt strikt kompetencave. Ne kemi pas të hasin të zonë të Zotit Thaçi. Mo prof, nuk thuaj ky konstatim nga letemi nga narracioni dhe vendosës sa vjosa ishte presidente në linjë shumë të folën shumë të folën namën të unë po mënona me paraqit këtë vizionin tam, këtë perspektivën tam, çush i desh me qenë, edhe çush i desh me kërku, si për ata thashë. Po, veç nëse më lënë edhe një fjali, se për shembull kemi pas Zotin Thaçi. Ai ka qenë i fuqishëm si kryeministër, po nuk ka qenë më pak i fuqishëm edhe si president. Dhe këtu është një defekt, dikon ato kompetencaj i ka bart me veti, i ka marrë me veti. Kështu që nuk ishte me pas situata të tilla dhe prandaj edhe në debatet ku kam qenë edhe në këtë studio dhe në studion tjetër, vazhdimisht që më angazhuar që partitë opozitare me ngrit, me kërkue standardet nalta, në mënyrë që Kosova në pas vërtet një president kushtetues, i cili nuk do tjetë prapë me përsëritur shumë rëndësi ato që apo e kërkon opozita, nuk do tjetë dore zgjatur e opozitës, por nuk do tjetë as zgjatimi ekzekutiv. Bazuar në këto kushte, zoti Hajra, do të mund ta gjejmë një president konsensual, pra do të mund